Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit nga aktualitetin brenda dhe jashtë vendit, por edhe në trojet tona, deri përtej oqeanit me avokatin e njohur Zaçi Islami. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën dhe ndërkohë përshëndes dhe të gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Avokat, do ta nisim nga Amerika për të ardhur këtu. Flitet, sipas gazetarit Robert Papa, që ndodhet në Shtetet e Bashkuara, që kryeministri Rama nga 12 deri në 16 qershor do të jetë andej në Amerikë për dasmën e Alex Sorosit në datë 14. Mendoni që do të ketë zhvillime në këtë vizitë si për rastin e pritjes, por edhe të tjera ndoshta skenarë të panjohur? Shiko, unë nuk di se si veprojnë dhe si operojnë shteti Amerikan në këtë rast. Por duke ditur që kjo është një ftesë personale e Edi Ramës. Mund të vejë ku të doj, si të doj, përjashto rastin që duke qenë se vete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe duke qenë se ai ka problem të hapur në Amerikë me FBI-n amerikane, duke qenë se ai ka korruptuar numrin 2 të FBI-s dhe i cili aktualisht ndodhet në burg në Amerikë, nuk ma merr mendja se do ta ketë lehtë vajtjen atje ose kthimin. Po mendoj që është rrugë pa kthim e Edi Ramës. Është rrugë pa kthim. Amerikanët nuk ta falin ti rekrutosh numrin 2 të FBI-s. Nuk ta falin. Tani çfarë bën vaki, varet sa fuqi ka Sorosi atje në Amerikë dhe sa i shkon fjala drejtësisë amerikane për të marrë me Edi Ramën. Pra një dasëm që ndoshta nuk mund shkoj aq mirë. Një dasëm, ajo në fakt s'është dasëm, ajo është mbledhje politike, por ne po e quajmë dasëm me që shfrytëzoi rasti se ai ka martesën atje. Po nuk ftohet për dasëm atje. Pra kjo për ta ndarë, pra dhe për publiku, nuk është një vizitë shtetërore me ftesë nga Shtetet e Bashkuara. Absolutisht jo. Absolutisht jo. S'ka lidhje fare me shtetin amerikan, me strukturat shtetërore amerikane. Është një ftesë dhe vizitë private. Tani ja ka ndaluar të vejnë në Amerika, po se ja ka ndaluar nuk e di. Por nga deklaratat e zotit Pëllum Pilinçi në Shpresa TV, dim që Edi Rama është i dënuar në Amerikë, o 5 o 6 vjetë, shumë kujtoj, po më duke se 6 vjetë, dhe kjo do të thotë që ai nuk mund të vejë, sepse po vajtja atje do kryej dënimin. Nuk e di se si qëndrojnë këto punë. Ajo që di unë me saktësisht që amerikanët nuk të falin, po që se hynë në punët e tyre të brendshme. Dhe aq më tepër të rekrutosh numrin 2 të FBI-t. Kjo është skandaloze. Jo vetëm atë, por nuk do të harrojmë deklaratën e këtij mostrës tonë që po në qeverisë vendin Edi Ramës në 2016 që tha Amerikanë nuk duhet të bëjnë këtë gabim, tha që të zgjedhin Donald Trumpin, tha president, sepse do jetë një keqja më e madhe tha për Amerikën dhe për botën. Pa i tani e ktheu, se tha shqyr Zoti që fitoi mandatin e dytë se do shpëtojë edhe Europën. Po. Dgjoj. Ai është njeri pa cip, i pa skrupull, ai është i pa moral. Ai ç'të thot tani se thot pastaj. Nuk dim çfarë telefonat ka marrë nga Matan Oqeani që e ktheu kështu ai. Se ai ka qenë i vendosur kundër Trumpit. Ka qenë shumë i vendosur. Të paktën ashtu duket se ai nuk kuptohet ai ishte i vendosur apo i pa vendosur. Ai njëri që thot tani nuk thot pastaj. Disa thon telefonat, disa thon një zarf që i ka ardhur mbi tavolinë. Ai zarfi është i pa deshifrueshëm deri tani i nderuar gazetar. Ndërkohë që nga Partia Demokratike shpresojnë sepse thonë që zëvendës, pra numri 2 i FBI-s është Trumpi vendosi një gazetar që kishte bërë një emision, ka stile për këtë. Çfarë thonë ata Partisë Demokratike, unë nuk i besoj më sepse ata po rrin të varur, të lidhur, të ngjitur pas një kufome politike që quhet Sali Berisha. Dhe unë nuk i kuptoj ata çfarë po bëjnë.
E them këtë sepse Sali Berisha ka bërë marrëveshje pa numër me Edi Ramën vetëm që të rrinë që të dy në pushtet. Dhe kjo është këtë selot topi, kështu është, ka bërë marrëveshje. Kjo është arsye që unë nuk dua të dëgjoj më për Sali Berishën, sepse është tradhtar i të gjithë demokratëve shqiptarë dhe i demokracisë shqiptare dhe i popullit shqiptar. Është personi që ka shumë për të dhënë. Në këtë rast dua të drejtojmë dhe një herë atij Spakut, atij zotit Dumani, atyre zotërinjve të BKH-s. Nuk gjykohet dhe nuk kritikohet Sali Berisha për klubin Partizani. Sali Berishën duhet ta gjykojnë dhe ta dënojnë për tjetërsimin e pronave, e industrisë, fabrikave, uzinave, për tradhtinë që i ka bërë të djathtëve shqiptar, të burgosurve politik, që nuk theu pronat e tjera. Këto janë me këto duhet gjykuar Sali Berisha, jo me ato. Pra, vim tek se më çove tek PD-ja. PD-ja zotëri kapet si mbyturi për flesh të kokës. Ka mbaruar PD-ja si parti politike. Avokat, me që jemi në SBA, po vizita e shefes Shishit dhe takimi me shefin e CIA-s, mund të themi ishte vetëm për kortezi, një foto apo dalë se mund të luhet diçka aty? Pse ka bërë foto? Po. Mania e fotografive e politikanëve shqiptar me Amerikën. Kujtojnë se duke bërë një fotografi dhe kanë bërë Amerikën me vete, kaq gjë trash janë. Po, mos ka qenë një mesazh këtej nga CIA. Dëgjo, ato fotografit i bëjnë për të gënjur qytetarët shqiptar, për të thënë që shiko se ne jemi me Amerikën e NATO, Amerika tjera. Këto janë mashtrime. Dhe ata fotografit për këtë punë i bëjnë, nuk i bëjnë se i plasi ati drejtorit të CIA-s amerikane që të merret e të bëjë një fotografi me një drejtuese të shërbimit informativ shqiptar. Ndërkohë që ne presim të shkojë Rama, andaj Trumpi ka nis emigrantët në Ballkan. Kosova deklaroi sot që do i pranoj emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara. Mendoni që edhe Rama mund ta bëjë këtë për hir të ndaj pazarit mundshëm? Rama është gati që t'u jap komplet sheshin Skënderbej. Mjafton të jetë kryeministër. U ka skrupull Rama, më kusht. Ore Ramës çfarëdo që ti kërkojnë ata, Rama du të thotë se jam plotësisht dakord du të thotë, sepse Rama është një njeri yes man. Rama nuk ka karakter, nuk ka burrëri, nuk ka nder, nuk ka asnjë. Rama bën çfarëdo që ti thon për hir të pushtetit dhe për hir të karrikës. Po unë jam skeptik në një pikë. Donald Trump i ka dërguar ndonjë mesazh urimi për zgjedhjet presidentit e Republikës tonë ose Edi Ramës? Rama do ta kishte nxjerrë besoj. Kjo i thot të tëra, pyetja ishte retorike. Pra, nuk e pranon Donald Trump një charlatan si Edi Rama për ta quajtur të barabartë edhe për të dërguar dhe mesazh urimi. Por një marrëveshje për emigrantët edhe mund bëj, mendoni? Ore, për emigrantët ai ka që të bjerë gjithë Afrikën e Hindin aty, mjafton të jetë u a kërkon vetë, nuk ja thon ata. U thot bjerini, pse u thot bjerini? Se s'ka kusha kundërshtoj këtu, se ajo PD-ja e turpit nuk flet fare, nuk ndihet për këto krime që bën Edi Rama në dëm të popullit e të dheu shqiptar. Po PD-ja do mund t'ja jepte edhe vetë, se me Trumpin tani ata me trumpizmin i kanë punën në rregull. Atë se di. Nuk e di. Erdhi Lacivita. Po. Lacivita erdhi edhe iku si që një rahur. Lacivita ishte një xhero me gjuf ka një hiç që u tall Berisha me shqiptarë duke u paraqitur si kur ishte përfaqësuesi i shtetit e iku pa nam e pa nishan. Morçar lambrapa. Humbjen. Se hyri njerë një mizë në vesh të buallit, dhe kur doli, i thot buallit, më falë zoti bualli, thot. I thot bualli, nuk të mora vesh, i thot, as kur hyre, as kur dole. Dhe ne Lacivitën se moro vesh çfarë tha, çfarë solli, çfarë mori me vete. 1-0 me gjuka, talli, ore këta janë mashtrus ordiner, janë mashtrus pas skrupull.
Po prandaj urrej sot Sali Berishën unë, sepse po na tall, jo mua, mos më tall dot ai, se s'ka kura dal para meje, se ja kam thënë disa herë në për videot tuaja, dhe i kam thënë dil po je burr të ballafaqohemi bashkë, të ta bëj unë gjyqin. Jo partizani e ballisti, po aty të përgjigjet për ato që ka bërë. Për të gjitha, zgjedhjet e 96-s, vrasjet e 97-s, vrasjet e 2 prillit, vrasjet e 21 janarit, të tëra. Megjithatë Rama nga krahu tjetër i ka punë të mirë me Dhëndrin. Ndoshta mund ta takojë dhe andej. Mund mos shkojnë në departamentin e shtetit ose në Mar-a-Lagos, në shtëpinë e Trumpit, në rezidencën atje, por me Dhëndrin mund t'i ketë punë të mirë, se Dhëndri ti e di, është pjesë e shtëpisë, ne kemi diskutuar dhe herë tjetër avokat. Më fal një sekond. Është pjesë e shtëpisë apo është pjesë e shtetit? Po, tani shtëpia ata do mblidhen një herë javët andej, edhe Dhëndri do i bie për diskutuar për Sazanin. Po jo zotëri, Dhëndri nuk është pjesë e shtetit. Vetëm në vaft që të fejoj atë vajzën e lindës. Se përse do vej atje. Dhëndri, se me sinceritet nuk e kuptoj këtë logjikun. Me që ka muhabet me Dhëndrin edhe do përfitoj gjithçka. Jo zotëri, nuk është kështu. Dhëndri e ka vendin në fund të shtëpisë, dhe në Amerikë dhe në Shqipëri. E këtu është tradita jonë, po. Edhe ata ashtu e kanë, gjithë bota ashtu e ka. Por Trumpi nuk lë njeri të dalë mbi vete, do lejoj Dhëndrin që të bëj Dhëndri maskarallëqje dhe pazare me Edi Ramën, që bëni kështu. Jo zotëri, mos e mendoni fare këtë. Për ta mbyllur me këtë avokat, pra ju mendoni që ndoshta mund të ta fusi dhe në kurs Ramën në këtë vizitë që do bëjnë në SBA? Nuk e di. Unë të isha unë Amerikan, Edi Ramën do të arrestoja sa të zbrise në aeroport. Dhe do të thësha hajde këtu tani, jep llogari për pislëqet që ke bërë me Gonigallin. Tani, se sa i fort është George Sorosi, i plaku, që është s'po i del shpirti akoma, apo i biri, këtë nuk e dim, se çfarë ndodh në politikën e brendshme amerikane, nuk e dim. Dim vetëm kaq, që janë ngritur dhe po protestojnë në Kaliforni, që janë Meksikanë, që janë emigrantë, ata kundër politikës e emigracionit të Donald Trumpit. Këto i di, dhe di që ka probleme të brendshme Amerika, sa që u detyrua presidenti amerikan të nxjerrë gardën e shtetit. Avokat, për të ardhur tek problemet tona këtu, Partia Demokratike njëherë zë me gojë, njëherë tërhiqet nga qeveria teknike, njëherë përmend, njëherë se përmend. Ju si e keni parë? Unë e kam parë që është një fiasko Partia Demokratike. Sali Berisha është një fiasko. E di kujt i thon fiasko që ta din qytetarë shqiptar? Fiasko kanë qenë ca shishe vere italiane para luftet që që ishin me maj nga fundi, nuk kishin bazament. Pra nuk qëndronin. Kjo është Partia Demokratike, është fiasko. S'ka bazament për të qëndruar, s'ka fjalë. Mendoni që mund dalë tani ndonjë nga brenda që t'ia marr Partinë Berishës? Ndjenjë shtator? Nga ata që ka brenda jo, e di pse? Se ata i ka të tëri ka futur në thesë ai, janë të korruptuar ata, janë të kompromituar. Asnjë nuk guxon të dalë. Edhe Josefina Topalli? Asnjë nuk e do nga ata Salihun, vetëm s'kan që bëjnë sepse ai ka dorë. Do e marrim atë zonjën që më the Josefina Topallin. Po a nuk ishte ajo që krijoi parti më vete? Morja 1200 vota. Edhe u kthye prap. Ja këta janë fiaskot. Iku bardhi me Lulbashën, me Lulushkën. Iku. U kthye prap te Salihu, u kthye. Ndaj janë të pacipe, të pa moral dhe të pa fytyrë. Ndaj urrej tani këta, atë kupol kriminalës që është në kryesin e PD-s. Po për Gjekmarkën, ka filluar prap me shkruar ato eseta, poezi që janë ato. Të lutem edhe njëherë që ti vëm kokë muhabetit. Janë fiasko, janë njerëz pa moral, pa karakter. Dëgjoj, këta janë ca qenë të tërbuar që luftojnë për të kafshuar ndonjë copë, për këtë duan Partinë Demokratike, se duan të bëjnë shtetin. Se apo që për të bërë shtetin, ka pasur burra në politikë në Partinë Demokratike që kanë lënë mandatin e deputetit, kanë hequr dorë me qëllim që të bëhej shteti shtet. Mirë, po aty nuk punohet për shtet, punohet për të vjedhur.
Se kështu I mësoi Salihu. Dhe është fajtori numër 1 që është kjo situatë në politikën shqiptare. Jo për PD-n, për Shqipërinë në përgjithësi dhe për politikën shqiptare, për gjendjen ekonomike ku jemi, për krimin që po lulëzon në të 14 qoshet. Avokat, këte nga shumica janë gjëra në rregull, duket se pushteti I mbyll gjitha problemet. E pare punës njerë që ajo nuk është shumicë. Ajo është një shumicë artificiale, e krijuar, e pa bazament. Sepse të marrësh në 900.000 banorë që ka sot Shqipëria, të fitosh të 83 vende në parlament, nuk bëhet. Unë di një gjë, ose kemi parë dhe kemi dëgjuar një gjë. Vazhdimisht, zoti Plumë Pilinçi, kryetar I Partisë Shpresa Demokrate, del dhe thot që do bëhen arrestime, do bëhen konfiskime, tjera. Deri tani, arrestime të nomenklaturës të këtyre krerëve të politikës shqiptare, Berisha, Rama, nuk janë bërë. Se do bëhen apo jo, nuk e di. Di këtë që Amerikanët dorën që se kafshojnë e puthin. Dhe ambasada amerikane, derim tani që flasën bashk, nuk është prononcuar në lidhje me këtë parti politike që thuaj se fitoi votat. Çfarë është kjo parti politike? Po ndërkohë ata nuk besoj se rrinë qetësi, pavarësisht se nuk janë prononcuar. Tani ata uruan popullin shqiptar. Që kjo do të thotë të urosh maçin e shtëpisë. Shteti shqiptar zotëri ka një përfaqësues, që është presidenti I Republikës, ka një përfaqësues tjetër që është kryeministri. Dhe nëse bëhet urimi u drejtohet atyre se ata janë përfaqësuesit e këtij populli. Ndërsa këta ç'bën, ju drejtohen popullit duke eliminuar, duke shmangur kryeministrin dhe presidentin. Pra ç'kan bërë një vrim nuj. Unë nuk mund ta kuptoj ndryshe. Kujt janë drejtuar kë uruan? Avokat, do kalojmë tek Spaku. Atje po zgjidhet kreu I ri, tani ka një garë për byron kombëtare të hetimit, FBI shqiptare, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, numri 2 I BKS tani. Ka shumë emra nga policia. Ju si mendoni, kush e meriton për të qenë aty? Apo do kenë dorë? Haki Çako u provua. Nuk bëhet, ta them unë. Nuk e di atë tjetrin, nëse ka ndonjë figurë. Ky Nano si duket? Pikërisht atë do vazhdo të them. Nëse ka ndonjë figurë të pastër që është me të vërtet policë shteti dhe jo policë pushteti, siç e ka kthyer Edi Rama me Sali Berishën policinë e shtetit, pra nëse duan policë shteti, I vetmi person I përshtatshëm, I pa korruptuar, që e meriton të shkojë drejtor I BKH-s është Gledis Nano. Ka dhënë prova ai oficer dhe ai zyrtar I lartë I policisë shtetit që është me të vërtetë I pa korruptuar dhe I pa përzier. Mirë po, Edi Rama e shkarkoi atë sepse nuk ju bind që të bëjë ato që donte, të bënte ato që donte Edi Rama. Tani Edi Ramës I ka vajtur atje ku nuk mban më. Do ta miratoj se s'bën Gledis Nano. Dhe opinioni publik bënë një test të shikoni, janë të tërë që atje në drejtori I policisë shtetit I BKS vej Gledis Nano. Mund të kenë dorë amerikanët në ndikim këtu siç patën me Dumanin për presion? Tani ne dim një gjë që këtu s'bëhet asgjë pa dorën amerikane. Dhe po të kemi parasysh kur u zgjoth drejtori I përgjithshëm I policisë shtetit, Gledis Nano doli në foto me ambasadoren Yuri Kim. Dhe për kundërpesh Edi Rama luftoi që të bënte të merrte drejtorin drejtorin e Spakut. Amerika zotri I fut duar gjithandej dhe ka të drejtë dhe s'kemi që themi sepse është I vetmi aleat që kemi, I vetmi shtet tek I cili kemi besim, kemi shpresë. Kemi shpresë. Po e them prap, shpresë. Jo dhe aq besim sa shpresë. Se çdo bëjmë, nuk e di. I drejtojmë prap ambasadës amerikane, prap departamentit shtetit, prap
presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e di që ja çojnë fjalët tona, le që duken kështu sikur si vën re. U them vini dorë në Shqipëri dhe zhdukni këtë klasë politike PD-PS barës Partia e Punës Shqipërisë. Këta duhet të qërohen nga faqedheut, të ikin nga politika në Shqipëri, të dalë në pah qeveria teknike që është krijuar ka 1 muaj tani, gati, edhe të votohet ashtu siç votuan 140 deputet në korrik të 2016-ës që votuan me dëshirë të jashtëzakonshme, ashtu të vend të votojnë që qeveria teknike të marrë pushtetin dhe të çojë vendin, të përgatisë vendin për kushtetutën e re, për sistemin e ri politik, të ndryshojë atë situatën politike të rënduar, të tejkaluar në Shqipëri dhe që të bëj përgatisë vendin, terrenin për të kthyer shqiptarët sepse është boshatisur Shqipëria. Vështirë avokat, këta të dy kanë deklaruar që do ikin kur t'i marrë Zoti. Vështirë më duket. Çoku i merr dhe në një tjetër veç Zotit, pa mirë, dakord jemi. Ka dhe mënyra tjera që se Zoti të merr në shumë mënyra. Të merr me një filxhan kafe, të merr Zoti, i di vetaj si të merr. Ose mund t'i marrë Dumani, sepse apo nuk keni besim se edhe 5 muaj e kanë mbetur, 5 muajt e fundit. Po Dumani është i Ramës, Dumani dështoi Dumani, mos e zgjasni më Dumani. Dumani e tregoi se ç'është. Ju kishit pritshmëri shumë të mëdha, avokat, ju edhe shumë të tjerë. Po, si të tërë, patjetër, sepse menduam që do bëhet diçka. Dumani deri tani s'ka bërë gjë tjetër veç se ka shpëtuar Edi Ramën dhe Sali Berishin nga burgu. U është bindur katërcipërisht dhe bërdenjë tjetër që u interesohen të dyve këtyre, dhe Salihut dhe Edvinit. U hoqi qafe Erion Velin dhe Ilir Metën. Dhe u hapi rrugën e Kangati. Shpresoj dhe njerë, po i drejtojmë si qytetar shqiptar, si jurist shqiptar, si patriot dhe si nacionalist shqiptar. I drejtojmë ambasadës amerikane, zonjës Nancy ambasadores dhe departamentit shtetit. Hiqni këtë klasë të urryer politike nga Shqipëria. Hiqni dhe nxirrni në dritë nacionalistët e vërtet, shqiptarët e vërtet, patriotët e vërtet që duan Amerikën dhe kanë ndërruar gjithë jetën dhe kanë bërë mira vite burg vetëm sepse kanë dashur Amerikën, ka shprehur dashurinë për Amerikën. Këtë lutje kam për ambasadoren amerikane. Avokat, duke qenë se jemi këtë bisedë, lejoni t'ju bëj dhe 2-3 pyetje tjera. E para kishim stërvitjen e madhe amerikane që erdhin në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë. Mos po përgatitet ndonjë hartë e re këtej nga Ballkani? Shiko, unë do t'i referohem deklaratave të zotit Pëllum Pilinci. Ai po deshin dhe dalë të më kundërshtoj, por nuk do t'a bëj këtë. Për arsye sepse zoti Pilinci ka thënë jam misionar i dërguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri për të bërë Shqipërinë natyrale. Dhe ditë për ditë dhe të zyra e Partisë Shpresa Demokrate ke hartën e Shqipërisë natyrale, Shqipërisë etnike, siç ka qenë në vitin 1878, kur ishte lidhja e Prizrenit. Këtë e besoj, sepse e thot një burr që ka sakrifikuar tërë jetën e tij për Shqipërinë, e thot një burr që ka 11 të vrarë të pushkatuar nga kriminalët e kuq në Shqipëri, nga hienat e kuqe, dhe e besoj që do bëhet kjo. Por pa ndihmën amerikane kjo nuk bëhet. Pra, kam shpresë shumë të madhe tek ushtria amerikane që është në Ballkan aktualisht dhe që është në bazën amerikane në Bondsteel. Shpresoj që do ta bëjnë. Avokat, kishit frikë që mund të kishte trazira në ndeshjen me Serbinë edhe mund të ishte fillimi i diçka të madhe? Dëgjoj, janë ndaluar protestat e dhunshme në Shqipëri. Pas nesër, datën 13, ne do dalëm në sheshin Skënderbej, pa dhunë, pa rrëmuj, do dalëm dhe do mbështesim njëri tjetrin dhe do kërkojmë që qeveria teknike të marrë pushtetin. Vim tek ndeshja.
Dëgjo, po unë nuk prisja ndonjë tjetër nga ata sejmenet e Miloševićit edhe të Vučićit në Tiranë. Edi Rama, ky monster që po qeveris shqiptarët, bashkë me ata mostrat që ka mbledhur rreth e rrotullëve të tij, me ato konkubinat që drejton qeverinë e shtetit shqiptar. Ore ne jemi për të qarë me llahin, ka thonë Tiranësit, ore. Po ta drejtojnë shtetin konkubinat e Edi Ramës. Ai burr, ai mashkull, se s'është burr ai. S'është burr Edi Rama. Të nxjerr, të ndaloj të flitet këtu për UÇK-n dhe të vesh ai tifozi shqiptar një bluzë të UÇK-s, ndërsa në Serbi, kur vete skuadra jon e ke në çdo cep të stadiumit Kosovo je Serbia, Kosova Shqipëri. E kuptoni, zotëri, jo juve, ju drejtojmë qytetarëve shqiptar, e kuptoni o vëllezër shqiptar se kush po na drejton? U ka mbetur në një fije se ndërkombëtare për të gjykuar në lidhje me këtë veprimtari të këtij njeriu? Si ore vetë ndalon ky kosovarët të parakalojnë edhe të brohorisin për ushtrinë qëndrimtare të Kosovës? Pra është direkt spion, vasal, bëlëpirës i Vučićit. Avokat, po nga greku çfarë po bëhet? Kishim ministrin e jashtëm atje, i cili na doli me origjinë greke. Ju e dini këtë që është andej apo jo? Jo, nuk e dija, po nuk është andeja. Jo, nuk është andeja. Ai ka nënën nga Dërmiu. Ai nuk reagoi aty që thotë nuk është e vërtetë. Dëgjom çik mua. Jo, ai nuk reagon se Edi Rama dhe nëse do që të largoj, po unë i drejtohem zotit Igli të më dëgjojë dhe më shikoj nga ekrani juaj. Zoti Igli, nënën e ke në Dërmiu. Në Dërmiu unë kam Krusht. Hape një qik librin edhe deklaratën e Petro Marko se e kishe bashkëtar në najote nga Dërmiu. Dhe çfarë thot Petro Marko për Dërmiun dhe për ato tre fshatra grekofone në Himar, Palas dhe Dërmi. Ajo nuk është gjuhë greke, zotëri. Ajo është tamam partogomari lidhe sohuri, thonë. Ja, kjo është greqishtja që flasin ata. Kam në njërë 15 vjetë në Greqi dhe një mirë gjuhën greke. Parte ta plaç ka thot. Nuk e thot greqisht. Pare ta pram ata. E tjera. Dhe ata, ajo mund të jetë dhe një deklarim provokues si grekëve, si që kanë zakon grekët që të provokojnë, por unë i drejtojmë zotit Igli dhe i them, ti o je Kuksian, o thuaj mëmës që je në Dërmiu. Dy rrugë s'ka këtu. Origjina është nga baba në gjithë globin, s'është nga mëma. Po që se e pranojnë vetëm origjinën e mëmës, atëre mohon origjinën e babës edhe ishte drejtëti të beqardoj. Ndoshta nga që mos kanë prapa skentu, mos i kanë vënë syrin Dërmiut grekët apo? Po ata kanë planin atë marrëveshjen e detit që bëri Sali Berisha me Dora Bakojanin, me edhe Lululush Basha. Ata të marrëveshje e kanë në fuqi, zotëri, e kanë ratifikuar në parlament. Tjetër punë që Shqipërisë idolizot Amerika dhe ata nuk mund të afrohen më aty. Avokat, ka bërë përshtypje një deklaratë një ushtaraku pak ditë më parë që tha tanket e Shqipërisë u shitën Rusi. I keni informacion për këtë, se nuk e kemi qemër në herë si tem? Dëgjo, unë di këtë, kemi pasur 1300 tanke, zotëri. Vetë kam qenë 10 vjetë në brigatën e tankeve, kam qenë radiotelegrafist, instruktor telegrafie. Dhe tanket janë shitur si që kanë qenë në gjendje pune të Grasos, janë nxjerrë nga tuneli, të Grasos, jo tanke pune, se në punë kanë qenë në çdo batalion tankesh kishte 3-4 që ishin mësimor, të tjerët ishin të konservuar. Si që kanë qenë të konservuar, janë shitur me një çmim qesharak dhe u janë dhënë rusëve. U janë dhënë dhe serbëve. Po kanë marrë dhe grekët, sepse kur isha në Greqi mësova dhe mora vesh që grekëve u duhej stabilizatori i tankut T-54. Stabilizatori i topit. Dhe ato i kanë marrë grekët.
Ndërkohë grekët kanë marrë dhe pompat e karburantit të MiG-17-19-21, për arsye sepse grekëve urrëzoheshin në çdo muaj, njërë 2 muaj urrëzohen nga një Mirage, avion i tipi Mirage 2000 francez. Pra, këtë kanë bërë dhe për këtë duhet të dalë para përgjegjësisë Sali Berisha, krye tradhtari, krye i pa qipe, i pa fytyrë. Pra, përveç tankeve dhe këtyre topave, më the tash, edhe avion. Po, pompat e karburantit të avionëve, po. Kishim 130 avion, zotëri. Pse i quan për skrap? MiG-17, MiG-19 dhe MiG-21 janë akoma në shërbim në vendet të ndryshme të botës, se janë të shkëlqyer. Realisht janë të shkëlqyer. Pse i futën brenda? Pse i zhdukën këta? Pse i bën i quan për skrap? Pra, sepse janë aq shumë sa dhe gjithë kishin vajtur për skrap ta kush e di, po ndoshta me idenë e skrapit u transferuan jashtë shtetit dhe i përfunduan në këto duar. Nuk e dim se këta kanë vepruar në fshehtësi, se mafioz janë. To ka ndodhur, çfarë vitesh ka ndodhur konkretisht to, avokat? Deri në vitin 2000 kanë përfunduar, janë shitur tëra në zhdukur. Edhe diçka të fundit kam, avokat, çfarë po ndodh me Tërmet Peçin, me që ju jeni zhvendosur në jug, ç'kemi andej? Sepse ne sa herë diskutojmë, ju keni thënë që andej do shpërthej, atje shpërtheu, po tani kush janë ato pasojat, ciflat? Unë falenderoj Zotit që ke qenë gazetari i parë para një viti që ju kam thënë, mbajni mend që në jug do shpërthej. Po e madja nuk ka shpërthyer akoma në jug. Ka shpërthyer ana morale, ana imorale, ana e pështirë, ashtu si që janë komunistët, se komunistët me kurvëri e morën pushtetin që nga 42 që i udhëzoi Dushan Mugosha dhe Miladin Popovici që kryuan parti, e vazhduan me kurvëri, edhe duke pushkatuar bile Grashtadzan se që bën me Liri Gegën, e vazhduan me kurvëri dhe duke ndërruar gratë e njëri tjetrit, një Eleni Pasko e martua një Selenica, e martoi një 3-4 herë në Verhoza, dhe kurvërin ata e kanë në gen, e kanë në parim. Dhe si që ka dhe sot, kryeministri konkubinat, kam dëgjuar djetë e pamfleti, kam ikur në amën të kokës. Harem more ka bërë, harem, tamëm harem. Atëre, pse do dalloj Tërmeti nga shefi tia, nga komandanti, që i thot mirëserdhe o komandanti, thot në Tepelen, edhe vët Goliku në shkret e këndon Goliku për komandantin. Ja, këta janë, kjo është Tepelena. Megjithatë, do t'ua shoh burrin në qoftë se do ndryshojë sistemi politik. Do t'i shofësh këta, i shikon në Tërmetrit edhe këta që mburren kështu, mos i lepujt do ikin. Në mos plus që do futen burg se Tërmeti është denoncuar në SPAK dhe deri tani e ka mbrojtur ai komandanti Tërmetin, sepse do ishte futur me kohë. Ka privatizuar, se jam në Kurveles, ka privatizuar gjysmën e Gusmarit e të Nivisës, në Lufet, kus ka bërë ashtu në ato kabinat që janë ato alpinet për turistët, bravo. Pra shtatori do jetë i nxehtë. Unë shpresoj që shtatori të vërë gjëra në përvënde dhe kam besim të deklaratat e Zotit Pilinçi, kam besim, po e them prap, se të kesh besim nuk është turp. Të kesh besim është karakter, është burëri, është ndershmëri. Dhe besoj se do bëhet. Do bëhen ato që thotë. Duke bashkuar me shpresën tuaj, avokat, unë falenderoj shumë për këtë bisedë që zhvilluam nga atje ku ju ndodheni, sikur më thatë nga Kurveleshi, dhe uroj që ta kaloni mirë. Andej, nga Progonati të flas, nga Progonati. Nga Progonati. Okej. Po. Duke të falenderuar shumë. Edhe diçka tjetër. Po. Duke të thënë që personat që na krijuan probleme me klientët e mi këtu në Progonat, sot janë të pandehur në prokurorin në gjykatë. Kështu që ato që them unë qëndrojnë i nderuar gazetar. Prandaj se nuk jam trim të them gjërat pavërteta. Prandaj edhe publiku e pret me shumë kënaqësi bisedën tonë, edhe unë të falenderoj shumë, avokat, edhe ta kalosh sa më mirë në Progonat. Qofsh mirë, faleminderit, rrofsh, miru takofshim. Më të mirat, avokat. Miru pafshim.